Nuk i thoja do të më ketë drejtë, po më acaronte. Kaq. Vazhdoj unë? Po. Pyetje. Tjetër. Pyetje përgjigje, formularin. Do ta mbushësh formularin? Që a. Iku. Tani, duke e ditur që ai atë po pret të acarojë dhe të nxjerrë nga vetja, pse ja vazhdon lojën? Vazhdon. Pra, pyetja vazhdon. Ja bëre atë që doje t'ja bëje? Po. Futu te krevati, le të flasi. E din ku ke hy? Apo se din? Po më miri, po. Po, iku, po s'ka. Iku, po. Po, iku përgjigje. Iku përgjigje. Ishte një presi po s'ka gjë, pa letë, tjetra. Kush po të leja 2, dashke ti të përgjigjesh. E din ku ke hy? Po. Pik, vazhdojmë. A diti sa nerva duhen me rezistu kësaj loje? Po. Pik. Po pse nuk i zbaton këto situata? Sepse ndonjëherë duhet marrë dhe përgjigje. Jo, gabim. Sepse përgjigjen e merr në vend tjetër. Nuk e merr përgjigjen nga ty. Rirati. Nëse po bën lojë me të, po fut në atë. Pa kupton ti çfarë bën ato dy? Vjen ajo zonja në drekt, përmend ty. Vazhdo tani nga fillimi. Po, është janë Po, është loja me i ke fut në qark. Nuk po e kupton që ke fut në qark. Nuk ka si gjë tjetër. Kemi merrem vetëm me këtë situatë, s'ka situatë tjetër. Zemra, shifi që këtu. Nuk ka situatë tjetër, do merren me këtë dhe o do nxjerrin këtë gjën ashtu siç duan ata o s'ka. Po pse nuk sillesh si u solla unë? Po pse ti mendon që unë nuk kam nerv? Ti mendon se unë nuk dua t'jap përgjigjen ashtu siç dua ta jap? Prit. Është tjetër gjë. Jo. Me ja kthy ti përgjigjen atij, shkon pak më rënd. Situata. Edhe ashtu siç po jepshe përgjigjen ti, mund të shkoj edhe më rënd situata, sepse e di ku na lëva unë kur hyri Iliri, se nuk doja. Bravo, sa mirë që hyri. Po e di pse hyri Iliri. E kuptove pse hyri Iliri? Jo. Se kuptove? Se kuptova. Se u çova unë. Po pra, okay. E kupton si është shkak pasoja. Po u çove ti, çohem unë. Po u çova unë, çohet Iliri, edhe kur u çu Iliri, u çove ti. Tash e na futi neve në këtë trekëndësh. Me çfarë? Me budalliqe që thot.